mes të gushtit ai ndroi jetë, pa shumë reagime, si gjatë funeralit, si gjatë këtyre ceremonive që ne kemi. Dhe aty kuptova që diçka nuk shkonte, sepse shumë veta nuk erdhën, ne ishim një çift që kishim një rrjet shumë të madh shoqëror, në shtëpinë tonë ishte gjithmonë festa, njerëz që vinin iknin. Dhe shumë njerëz nuk erdhën në funeral. Dëgjoja tërkohën për shpërime. Çfarë do bëj, si do t'ja bëj? Kishte njerëz që vinin për ngushëllim poshtë pallatit dhe vinin vetëm atë që ne kemi dërovitjen e lekëve që kemi si punë dime. Zakoni, po vinin lekët të lartë, jo njerëzit. Dhe mbasi kemi bërë dhe ato që quhen të tretat, drekën, kam ardhur në shtëpi, kam takuar binjakët që kisha 3 javë pa I parë dhe kam ikur direkt në spital. Dhe aty I kam kërkuar me ngul shefit të shërbimit çfarë po ndodh, nga se ka ndruar jetë bashkëshorti im. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.